Arjan, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë për Arjan ftesën. Mustafa është regjisor televiziv, është regjisor që punon në radio televizionin e Kosovës edhe merret me gjithë këto gjërat e bukura që ishin në festival bashkë me kolegë të tjerë. Kështu që mirë se erdhe, Arjan. Faleminderit, mirë se u gjeta, gjithmonë kënaqësi mu kthy në vendin tim të parë të punës këtu në RTK. Më të mirin. Më të mirin, edhe gjithmonë kështu sari një radhje e kam një farë impakti emotiv kështu një farë. Ndihesh më i ri. Dina kur kam qenë ato vitet 20 përpara. Ndryshe. Si çfarë do të jesh konkretisht në festivalin edicionin e 3 të festivalit të këngës? Unë jam pjesë e regjisë televizive bashkë me dy kolegët e mi, të cilët i përshëndes, sepse janë ata sot me mu, Blerimin dhe Bekimin. Ne të tretë do të jemi regjisor televiziv të festivalit tash edicionit të 3 të RTK-s. E ka kur e thot regjisori i festivalit, ajo skenë madhështore dhe e gjithë ato vende, gjithë ajo skenë, ato me u përfshi gjithçka, sinqerisht nuk është e lehtë, besoj. Nuk është e lehtë edhe këtë gjithë kanë valet çka don Arjani, Blerimi edhe Bekimi me çka duhet, për çka duhet u transmetuar. Kjo është shumë e rëndësishme, apo? Është e rëndësishme fillimisht ajo skenë nuk është një skenë e përditshme, nuk është një ngjarje veç kulturore, është një spektakël, është një histori në veti, është një tregim, është një rrugtim i gjatë me shumë emocione. Edhe mendoj që detyra jonë kryesore është që gjitha ato emocione që përpiqet t'i jep edhe këngëtari, edhe muziciantët, edhe të gjithë tekstshkruesit, kompozitorët, pastaj ana vizuale, skenografia, dizajni dritave, dizajni LED-it, të gjitha ato do të përputhen në një vijë, në një harmoni të cilën do ta transmetojmë te shikuesi jo vetëm për ta parë, po edhe për ta ndjerë. Pa, shumë e bukur kjo. Domethënë gërshetimi i gjitha elementeve audiovizuale për me shumë me përçu një mesazh, me përçu një emocion, me përçu një narrativ, një tregim të bukur që te shikuesi mos jetë vetëm në atë moment, mos ta përjetoj vetëm në atë moment, po të jetë për një kohë të gjatë edhe pas festivalit. Okej. Unë besoj Arjan që ju të pjesa e regjisë e merrni pak a shumë edhe këtë pjesën faktikisht ju jeni gjatë gjithë kohës pjesë e festivalit, po e dini cila këngë se është shumë rëndësishme kush këndon, cili është teksti, cila është vija melodike. Ashtu, do thot ne ka një kohë që kemi pas këngët, do thot I kemi në për email-at tonë dhe na tash këto kohëve të fundit faktikisht është përditshmëria jona ti ndigjojmë ato këngë. Të him në atë ritmin e asaj këngë, është shumë e rëndësishme ritmi, sepse ritmi I këngës ta diskurson edhe ritmin e kamerave, ritmin e katit ku e bën, ritmin e madhësisë së planit. Tash më fal Arjan, tash Laura që është këtu normal, e di që mendi pishkon cila këngë të pëlqen ty më shumë te. Kom drejt me thonë kështu apo nuk po I prezantojmë këngë, po a ka dikon që ka tekst që duhet edhe ku shifet loti ndoshta edhe duhesh me mendu ti se si edhe me e paraqit edhe me pamje atë lot. Se nuk mundet loti me I shku ndoshta këngëtares apo tekstit e në anën tjetër me u fokusu te dikon në publik për shembull që I ka gjoksa silikon. Ajo është çast, ajo është shumë e rëndësi atë emocionin e brendshëm të këngëtarit. Sepse ka një emocion brendshëm edhe përpiqet ta transmetoj te shikuesi. Dhe është shumë e rëndësia e gjua vizive e kamerës në cilën sekond sakt çfarë madhësie të planit me dhon që me mujt çat emocion me Na jemi faktikisht lidhse mes çasoj skene dhe publikut. Ne do thotë është ndorën tonë si e përçojmë atë emocion. Jo vetëm me pa, nuk është ndriçimi veç me pa. Ndriçimi të krijon temë, ndriçimi të krijon strukturë, ndriçimi të krijon poezi, muzikë, të gjitha këto. Do thotë gjitha këto do t'i kemi parasysh në mënyrë që e gjithë mbarvajtja e festivalit shkojë në mënyrë të një rrjedhe e cila e mban dijen dhe vetdijen e shikuesit në dorë dhe mos ta trazoj kështu që mos t'ia humbat atë magjinë që është të përjeton ato momente. Vërtet, kemi gërshëtimin, e përmendë shumë bukur gërshëtimin edhe të asaj se çfarë ndodh në skenë, domethënë skenografia, artisti që interpreton, për shembull prezantuesi orkestra dhe publiku. Sa jeni të fokusuar te kjo pjesa e publikut, sepse sot në botë shpesh herë ose në botën filmike, po edhe atë televizive, të spektaklit, shpesh herë më shumë flet një emocion I publikut se sa ndoshta
Ajo në varet, kjo është ngjarje live, do thotë drejt për drejt. Mund ta kem një pamje një personi I cili është duke përjetuar çmendurisht shumë atë këngë. Edhe është me rëndësi me jep atë detaj, sepse ajo e ndërton edhe ritmin e tregimit krejt që asaj atmosfere që është duke ndodhur në skenë. Kështu që po është pjesë e pashmangshme e asaj shfaqje atij spektaklit që do transmetohet gjatë atyre 3 netëve. E përmende që mundet me qenë diku shumë publik që edhe është duke shfaqur atë emocion, duke përjetuar këngën edhe tekstin që shkon në atë moment edhe gjithçka e drejt për drejt. Po me këtë edhe po e kuptojmë se sa të koncentruar duheni me qenë, dhe duhet me qenë një ekip shumë më e madhe se një person për me mujt me I fokusu gjitha kamerat. E ke ekipin kështu të mjaftueshëm? Asnjëherë nuk është mjaft, gjithmonë ka nevojë dhe gjithmonë ka kërkesë. Me rëndësi është që ai ekip që ekziston të jetë efikas. Dhe ta di se cili punën e vet si bëhet. Qysh bëhet kjo punë? Bëhet me përkushtim, bëhet me koncentrim, me disiplinë, edhe me njohuri. Do thotë është me rëndësi të zgjedhen persona të caktuar në vendet e caktuara të punës, sepse ti mund të bësh staf edhe 200 veta staf, po do të thotë dëshmojnë ta nxojnë njëri tjetrin kurth. Do thotë pra me rëndësi është me qenë efikas, me qenë personat e duhur në vendin e duhur. Gjatë cilën anë 2 edicionet e para e kemi arrit. Sa ka qenë lehtë, vështirë. Edicioni I parë ka qenë jashtëzakonisht I vështirë, do thotë ka qenë ballafaqimi I parë. Emocion edhe stres edhe sfidë, sepse jemi ballafaqur me një 400 metra katror skenë. Do thotë është gjigante, është si me mbulu mas pari tëra skenë. Lere me fillu me zbërthyt na gjuhën regjisoriale, si ta bëj emocionin, si këto, si planet, si ti zbërthej. Ekstra punë. Ajo diçka që nuk është bërë në asnjë medium as privat në vendin tonë apo jo? Jo, nuk besoj që është ngjarje, është ngjarje, besoj që është ngjarja më e madhe në Kosovë. E kjo si përfaqe e madhe që. Po si përfaqe, si event, si organizim, si për ka numri I njerëzve pjesëmarrës, kemi drejtor artistik, kemi kompozitor, kemi një orkestër prej 50 veta apo 70 vetash, kemi kore, kemi këngëtar, pastaj kemi pika tjera të mysafirëve, janë më shumë se 13 pika, të cilat secila duhet të mendohet si të duket në detaje. Si do duket backstage edhe Radio Kosova programi I parë dhe I dytë? Kisha tregu, po fatkeqësisht çfarë kam qenë angazhuar këtë pjesën tjetër sa shumë. Nëse dikon kështu mund në një pozitë ku duken pak kështu më fit. Do ta bëj maksimumin. Okej, kjo. A shkruajtë aliancë. E mbaj mend në memorie në bagi. Edicioni I tretë besoj do të jetë më lehtë, tash jeni të gatshëm bashkë me blerimin, bashkë me bekimin, jemi të gatshëm sepse kemi prek. Le të kemi prek, po pastaj në edicionin e dytë veç e krijuam atë përvojën. Se tani për kana përvojës veç jemi do thotë me një hapësinë ku e dim çka duhet. Në fakt ju keni pas përvojën prej emisioneve ndryshme. Normal është përvojë 25 vjeçare që e bëjnë produksioni I RTK-s ngjarjet kulturore, koncerte ndryshme, filharmoni, do thotë gjitha këto ngjarje të mëdha kulturore në Kosovë ka përcjell Radio Televizioni I Kosovës, pra është kriju përvoja, po kjo ka qenë tjetër nivel. Patjetër. Kjo ka qenë një nivel më lartë. E padyshim që ky I treti do del edhe më I mirë sepse tash sfida është që si ta bëjmë edhe më mirë se ato edicionet e dyta. Do thotë gjithmonë ka sfidë. Asnjëherë nuk është mjaft, edhe më thonë, kjo është ajo çka di dhe kjo mjafton edhe me kaq është në rregull. Por është një diçka shumë e rëndësishme Arjan edhe për dëgjuesit edhe për neve. Ne zakonisht tash të themi, ishte edicioni I parë dhe po është vërtet që u arrit një nivel edhe një nivel I lartë. Edhe tash pritshmëritë gjithmonë janë shumë të mëdha. Por ky festival ka nisë që të vazhdoj edhe të shkoj gjithnjë edhe me tutje më lart edhe më lart. Ne a dini pse? Sepse e përmendëm Leura në diçka që është shumë e rëndësishme. E përmendë për shembull që po ka qenë Adi Krastaj edhe përmendën që ka qenë ai ka përvojën e vet, ka njërit e veta, ka një bagazh të vetëmat. Ka bagazh. Ai ka gjetë një infrastrukturë këtu e cila sa ka qenë po them kushtimisht e rënuar, ka qenë edhe e gatshme në të njëjtën kohë. Sepse
Ariani është aty, Blerimi është aty, Arta është aty, Lorente është aty, bjen fjala. Do të thonë janë artist cilët realisht edhe njerëz ose skenografë, do të thonë ai ka qenë shkëndi, që na ka dhënë. Po që dikush duhet më mbledh. Ja që duhet ndonjëherë dhe këta të etur për punë dhe natyrisht që padyshim po shihet rezultati, puna çdo herë flet, sidomos televizioni, ekrani ku padyshim që çdo punë juaj në dhe vën në pak me atë na çfarë shohim. Mundemi me fol shumë e shumë, por nuk shohim diçka. Por me të vërtet në 2 festivale, 2 edicionet e kaluara pasi unë e kam ndjek nga shtëpia, vërtet ka qenë shumë emocionuese, lëvizja e çdo gjëje, fokusimi i çdo gjëje ka japur një ndjenjë që fatkeqësisht e kemi thënë çdo herë që nuk jemi në Kosovë sepse nuk kemi mësuar me pa, po tani tutje e dim që jemi në Kosovë. Këtu niveli profesionalizmit ka kaluar në nivel tjetër. Do thotë më herët nëse kemi bë prova të pakta edhe kemi hyrë në transmetim ashtu disi sikur duke u bazuar në përvojë, gjithsesi bazohemi në përvojë, po ta zëm vetëm për një këngë shkruan diku 3 deri në 4 faqe libër xhirimi. Çdo plan i kamerës në çdo strofë. Çdo detaj. Veç kemi filluar me shkru, nuk dihet. Pra nuk përfundon deri natën e fundit, se gjithmonë ka vend për përmirësim. Si ta bëjmë se te kemi natën e parë, pastaj analizojmë, si ta bëjmë më mirë se natën e parë, pastaj kemi natën finale, e cila nuk guxon me dështu në asnjë frame e lërë me pas. A do të dëgjojmë gjatë intervistës ndonjë këngë? Si? A do të dëgjojmë ndonjë këngë? E dim se do doja shumë Fatime ta bënte gati këngën e Besmi Shishkos, këngën Ajo, që është pëlqyer shumë nga publiku. E më na tregu pastaj më na tregu vetë Ariani që është një tekst shumë me rëndësi ku flet për dhunën, jemi edhe në muajin e tetorit dhe me siguri do të ketë edhe një këngë edhe e tregove që bazoheni shumë edhe në tekstet dhe duheni me fokusu pikërisht ato pika ku edhe përshkruan këngën. Cili ka qenë ajo momenti më i vështirë që duket ty gjatë këtij gjithë kësaj pune që ti e bën gjatë programit? Në këto 2 edicione çka të ka dukur më vështirë? Gjithmonë kur hyn në analizë dhe kur mendon se si do të shpaloset një këngë, çdo këngë ka sfidën e vet. Nuk kisha mujt me thonë kjo është ma vështirë ose kjo është ma e lehtë. Çdo këngë është temë në veti, edhe çdo temë në veti duhet zbërthehet në gjuhën vizive në mënyrën e vet. Secila është sfidë, nuk ka këtu formula të sakta. Ta bëjmë një formulë, çapo di 2 ore 2 bojnë 4 edhe aq, ose 3 ore 3 bojnë 9. Do të thotë është e pakufishme kjo vizioni, kreativiteti edhe një hurit për atë punë janë të pakufishme dhe sikur e mirë ashtu dhe keqja nuk kanë skajshmëri. Apo dëgjojmë Besmirin derisa nuk kanë kufi. E përmendi shumë bukur Laura këto, do të thonë që po patjetër që është teksti, janë gjitha këto cilat gërshëtohen. Unë personalisht kam mbetur i fascinuar me mënyrën se si ju i keni realizuar gjatë çdo, do të thonë që nga pjesa edhe që është pjesë krejtësisht tjetër e grafikës, pastaj regjia televizive, dhe po është vërtet kjo që përmendi edhe Laura më herët, ne kemi mësuar të mos shohim diçka kështu, po ne jemi këtu, ne e bëm. Kështu që se ne së marim këtë iniciativë, kur kush s'ka marrë për neve me kriju një gjatë. Nëse ne presim, patjetër që të vyn dikush që ti mbledh, po që ajo që po provoj të them gjatë gjithë kohës është që gjithë ajo çfarë është pa aty ka qenë. Thjesht është dosh dikush që ti nxjerr edhe ti qes para një ekrani televiziv ose para një spektakli. Spektaklet e përmendëm edhe më herët Laura, ne edhe gjatë viteve më përpara kemi realizuar. Vetëm 7 vite kemi diferencë akordet me Eurovisionin. 56 në 63 nuk kemi edhe shumë larg dhe i ka mungu Kosovës ku për arsye të shumta siç e përmende, por një gjë do doja një nga komentet e bukura që kanë ardhur ka qenë performanca kur në edicionin e parë ka qenë Dafina Seshiri në performancë, do të thonë si mysafire. Dhe një nga ato që kanë lexuar dhe ka qenë interesant kjo për mua sepse kishte shkruar dikush jeton në Beograd. Dhe kishte shkruar që ky festival, kjo performancë gjason me ja ka të kalu Sanremos. Ja ka të kalu, më me ta tregu mas andej, do të thonë ndriçimi, kamera, interpretimi,
gjithçka ishte më bukur se sa një festival i Sanremos. Po flasim vetëm për edicionin e parë. Vetëm për edicionin kjo të shtin edhe me Motivon. obligime edhe me thoja. Po duhet. Është edhe të motivon motivimi gjithsesi, po më kur nding si komente kom has njerëz në rrugë dhe thjesht nuk kam besu që kanë pa, kanë menduar që është në transmetimi ndonjë televizioni tjetër që po me transmetorë të ke. Jo, jemi nata, po thjesht aty kemi qenë, po disi na ka ra pak dohi edhe odor dyqysh prej Kolosegu që do ngrit, Do doja të ndalesh Arjan këtu dhe një thirrje publike t'ju bëj gjithë dëgjuesve tanë kudo që janë që po na dëgjojnë edhe në mbar botën përmes internetit që mos t'i japin festivalit anim apo kahje politike apo inate siç edhe ka qenë një llosur më herët RTK është e publikut. Ky festival është i shqiptarëve të Kosovës, t'i japim sa më shumë jehon, sa më shumë zë, sepse kjo është historia e vendit tonë. Edhe duhemi me rujt me shumë xhelozi edhe me shumë dashuri, sepse është diçka që duhet me jetu gjatë, duhet me qenë e pandalshme asnjëherë. Kështu që kjo është e jonja, është e shqiptarëve të Kosovës, është vlerë kulturore që nuk duhet bazohet e tanohet politikisht. Sepse për shembull edhe Shpresa Berisha kur këndon, do të thonë plot këngë që i ka këndu, unë kam menduar që po është një këngëtare nga Shqipëria e Mesme. Unë personalisht edhe kur kam taku mandej edhe kur kemi bërë intervistë kam kuptuar që okay, po atëre kanë krahasu me zërat e njohur të skenës botnore. Skenës në fakt edhe të Shqipërisë, sepse dishte ka qenë disa emra të muzikës, sidomos Shkodra i ka pas ata emrat e njohur të muzikës qytetare, që ne këndej, po them kushtimisht këndej kufirit edhe i kemi imitu. Pasi që kam pas raste me pas do të familjar, edhe nana në 72-ën, por edhe në 86-ën, se nuk ka ka qenë edhe Hoxha mjek që ka marrë pjesë me muzikë, sa atë nuk është këshyra ka qenë këngëtar, por nëse i ka pëlqyer muzika, teksti, edhe ka marrë pjesë në akorde, e që ka qenë shumë vështirë me qenë pjesë e akordeve. Po e kom vrejt, e kom analizuar edhe kom menduar që sa interesant, janë inkurajuar shumë edhe janë motivuar shumë prej këngëtarëve që ka qenë Hafsa Zyperi shumë këngëtar tjetër të njoftun të asaj kohe, mirë po, Vaçe Zela e shumë të tjera, por kanë pas model edhe italin, që më ka bërë shumë përshtypje që kanë dëgjuar shumë edhe këngëtar italian. Atëherë ka qenë në Radio Luxemburgu, ku shumica e asaj, themi kësoj Paris, të artistike në zhanrin, në fushën e këngës, e kanë dëgju edhe kanë marrë shumë prej Radio Luxemburgut këngë, melodie e tjera, sepse ka qenë rrethona të tilla që nuk ka pas edhe nuk kanë mujt me, për shembull, ka pas mangësi bien fjala, ne gjithmonë po flas në ato fillime vitit e 60-70, ka pas mangësi tek kompozitorët, ose tek këngëtarët, ose tek aktorët e tjerë të kanë qenë këto Por edhe që janë bërë të njoftun, si shurete, kush ka mujt si shurete Beluli e shumë këngëtarë që prej akordeve kanë dalë dhe janë bërë të njoftun, edhe në festivalin e Radio Televizionit të Kosovës, vetëm me 2 edicione kanë arritur këngëtarët që i kanë marrë vendin e parë edhe me u bë edhe më të njoftun se sa që kanë qenë. Absolutisht. Ndriti për shembull me shumë respekt. Fantastike, prej atëherë ndëgjohet. Po me ndritën kemi vazhduar dhe punën, pastaj kemi bërë spotin e këngës fituese vjet, i cili u shfaq para disa muajve. Si Gjethi. Se flas me Gjethin ka qenë, se dia e keni pa. Po kemi është kom pas fatin edhe ta bëj regjinë edhe atij spoti, edhe krenar me krejt ata njerëz që kanë punuar në atë spot edhe. Jemi 3 javë para se me fillu festivali, sa janë afru punët? Punt, dita ditës po shkojnë duke u finalizu, skena po merë form, ne po merremi me prova, do thot kemi bashkëpunim ngusht me skenarin, me skenaristin fakt, këtë rast me Gent Saliun, jemi bashkëpunim ngusht me Florentin, normalisht është ekipi produksionit, jon kamermant, në krye me Burim Tufën, cili është krye kamermani, cili gjithashtu prej fillimit është i kyçun, tash jemi duke i vendos pozitat e kamerave, cilat do të jenë pozitat më të mira, pastaj jemi duke punuar në atë aspektin teknik, sepse aspekti teknik është diçka që shumë i domosdoshëm që ta mundson ty krijimin e një vizioni të caktuar. Apo ngjesim kamerën në kabull dikun, ta ketë atë syrin e zogut, apo do të jetë fari dikun, apo do të jetë kjo dikun, ajo dikun. Kështu që jemi në atë fazën
Edhe pe bojmë po ashtu, dron, në kuptimin është dron i mbrëmshëm. Nuk është dron, po është kamerë që A do të shohim diçka shumë ndryshe se festivalet e edicionit e kaluara? Kemi pas edhe edicionin e kaluar, ka qenë cable cam, është ashtu quhet, cable cam është kamerë kabllore, e cila vendoset në tavanin e skenës dhe pastaj edhe lëviz nga nalt edhe ja mundson publiku ta shikoj skenën prej slartit. Prej perspektivës zogut. Prej perspektivës së zogut, e cila, sepse poshtë është qaq bukur dizajni i dritave, i cili fillon lart deri në plafon dhe ta kesh atë perspektivë është me të vërtet bukuri. Edhe për jetim, patjetër. Jetën kohë. Kështu që tash do thot gradualisht veç po mbledhemi ashtu ato copzat e mozaikut që janë njëra hala çthurura po përpiqemi t'i mbledhim edhe mi vendos secilin kockën atë vendin e vet dhe ta kemi atë fotografinë e qartë se çka kemi me bo në ato 3 netët e festës. A je optimist si ka me pas fest edhe se vjet? Gjithsesi ka me pas fest, nuk guxon mos me pas fest. As guxon mos me pas fest. Arian, falenderoj shumë, bashkë me Laurën ne kemi ftu ty sot për me vazhdu sepse si që thamë edhe në fillim të emisionit do të flasim ne në kanalin e 2 të radios më shumë për ata cilët si Arianin këtë rast, që është regjisor televiziv edhe bën një punë shumë të madhe, po që nuk shifet. Nuk shifet, po. Atëre, ideja shumë e mirë, shumë më pëlqen, që keni marrë këtë iniciativë, dhe unë diva shumë mirë, më këtu në ambientet e mirë, dikushme, faleminderit shumë, dhe suksese dhe juve dhe na shkoft, na prit të mbara. Na prit të mbara, suksese, mos haro pra neve RTK Radion, programin e dytë, kur të nashe neve. Nuk më Arioni si erdhe e tha diska Laur, tha më këtu në venin tënd kur ja komunis. Që nuk e haroj kur, se këto dhe ju më rritë si thmi, dhe thot, sepse dhe prind kanë punu këto, dhe thot, e kam atë lidhen emocionale me radio. Po përshëndetemi, po ka diçka që ndoshta e ke vështirë që i mungon sa i përket punës në regji që ndoshta për shkak të kostos nuk e keni apo është gjithçka? Po, jo, po kostoja ajo është muhabet tjetër, do thotë kostën buxhetin e kemi shumë të kufizuar, është me krahasu me vende tjera është buxhet minimal. Sikur ta kishim buxhetin e vendeve tjera na ndoshta kishim mujt edhe me dhonë edhe këtë sukses edhe herë 3, herë 5, herë 10 herë më shumë. Po na kemi mungesë hatashme të fundeve dhe teknike, po me ato që i kemi, po përpiqemi ta arrim një cak me të cilën tjetë e arrin me shumë fish mjetë ma shumë se ne. Më kujtu ajo anekdota. E kemi anën njerëzore. E kemi anën njerëzore, që është shumë e rëndësishme. Atë që thamë fillim, sa i vogël, sa i mirë, po kur të rritet, imagjino sa bukur do del, kështu që vitet në vazhdim uroj që të kompletohet edhe më shumë, edhe mos mungoj edhe të shkojmë vetëm duke e rritë cilësinë. Unë shpresoj që kjo komentohet Arian, shpresoj që do ta kemi cilësinë, Radio Televizioni i Kosovës i ka hije me pas cilësinë gjithmonë e më lartë. Folë për edicionin e parë, në nivel shumë i lartë artistik, i cili jam i bindur që ka me vazhduar edhe si vjetë, edhe si i tillë duhet bësh gjithçka. Arian, ti blerimi, bekimi tjetër, e kemi edhe shumë tjerë, do thotë unë harrova ti përmend këtë moment. Ta zomë është donar si diu që është duke punu në grafikën, do thotë, ai ka për detyrë dikun nuk e di sa qindra metra LED që do thotë ekran ti mbush me pamjet të cilat do të jenë të harmonizuar me këngën. E që do të jenë të harmonizuar me kamerën, me ritmin, me të gjitha që ne do të jemi të harmonizuar me atë dhe ai me neve. Para mendoni tash, to është veç 2 elemente. Është skenografia që mu më pëlqen shumë që ka bo Vesa Kraja bashkë me Zanën. Do thotë, pastaj është ekipi ndriçues është ekipi jashtit, po që tash kur të na vjen drejtori i fotografisë, do thotë kemi punë me të ende për të bërë. Sigurisht. Sepse ndriçimi është kryefjala e fotografisë. Gjithçka në fakt. Gjithçka. Kush e mendon? Arian Mustafa, regjisor i edicionit të 3 të festivalit të Radio Televizionit të Kosovës, festivalit të këngës. Faleminderit shumë që ishe me neve. Knatësi, faleminderit për ftesën. Arian. Hakiki ka Laura Kryziu, këtu edhe po ju përshëndesim.